Tani, më jep mendimin tënd. Shiko, pra zonja e ka lexuar si pakica. Më lej 1 minutë ose më pak të shpjegoj. Do të jap më shumë. Çfarë ka ndodhur? Do të dal pastaj te momenti. Vetëm ma jep dhe pak mbulimin se si kanë votuar gjykatësit kushtetues. Vetëm atë mbulimin e votimit, si ka vota në gjykatë kushtetuese, vetëm ta shohim pak. Jo, kushtetuese në njoftim thot me shumicë. Ja, si votoi kushtetuesja. Pro ka votuar Sander Beci, Ilir Toska, Fiona Papajorgji, Marsila Xhaferllari, Mariana Semini dhe kundër ka votuar Olta Zaça, Sonila Betja që ishte relatore dhe Kendi Ibrahimi. Relatore pra prandaj. Po ai që ishte me dyshim deri në fund kush ishte? Darja është rokat. Darja është rokat. Ajo që prisin. Ka ndodhur ajo që tani Besnik Muçi të ndihmova besoj me këtë se është interesante kjo. Është interesante kur nuk ka parë. Jo asu. Edhe unë u habita kur i pash emrat me thënë të drejtën. Pra zonja, atëre, vetë të Brikena Kasmi mendon si ata që janë kundër, pra është me mendimin. Jo, unë e kam shfaq mendimin tim, në fakt, për këtë çështje kam folur disa raste dhe për ta nisur me pak që në muaj korrik kam qenë në një studio i ftuar nga kolegu ju Arakipi dhe nuk e di në atë periudhë kaq me sa duket dikush po iniconte këtë në studiot e juaj gazetarëve, po iniconte po matte pulsin e publikut, çdo ndodhi me se u pa një situatë që s'mund vazhdonte të qëndronte me situata me zonin Veliej, me këtë bashkisë Tiranës dhe duhej parë opinioni publik si do reagonte. Dhe jam pyet dhe kam thënë që në atë moment. Mbasi u fituan zgjedhjet. Po, masi u fituan zgjedhjet gjithmonë. Në korrik bëhet fjalë, qershor se korrik se. U sigurua ballava e madhe. Po mate dhe pyetur në situatë të tillë dhe unë kam në mendimin tim. Dhe duke parë situatën kushtetuese dhe ligjore, ose kuadrin kushtetues dhe ligjor, dhe natyrisht dhe qëndrimin që kishte qasjen që ka pas mazhoranca ndaj kryetarëve të bashkive, qoftë të opozitës ose të pozitës, pra të kundërshtarëve ose jo, ja dash mendimin tim, ai do shkarkohet bazuar në 162.3 e ligjit përfshirë vendor dhe 115 kushtetutës. Ne kam thënë që në atë moment që diskutimi ka qenë në studio me disa kolegë tuaj që po ai ka munguar pa arsye, ka munguar me arsye, është tjetër gjë. Thash, ligji në këtë qartë është qartë, pra në 162 i ligjit përfshirë vendor, është i thjesht nuk kërkon justifikim për mungesën, mungesa 3 muaj në pa ndërprerje, shkak për që Këshilli Bashkiak të ngrihet propozoi shkarkimin dhe Këshilli Ministrave ta shkarkoi. Tani, çka ka ndodhur sot? Dhe kështu ka ndodhur. Pra kjo ndodhi. Këshilli Bashkiak u mblodh, e propozoi Këshilli Ministrave brenda ditës dhe e propozoi, e shkarkoi, shpalli vakancën, doli dekreti dhe jemi u kundërshtua dekreti nga zoti Velia, u kundërshtua vendimi i Këshillit Ministrave Gjykatështetuese dhe jemi në situatë që jemi. Tani, me pak fjalë, çfarë pretendoi zoti Velia? Zoti Velia pretendoi që vendimi i shkarkimit, me pak fjalë po them, vendimi i Këshillit Ministrave për shkarkimin e tij ishte antikushtetues, pasi nuk ishte respektuar procedura dhe në përmbajtje ai këtë që thamë Danine, nuk ishte munguar pa arsye në punë në bashki. Pasi ishte në kushte pamundësi objektive për shkak të mas sigurimit. Këshilli i Ministrave dhe Presidenca pretendonin që dekreti dhe VKM ishin kushtetuese, madje ajo që më ran sy ta them si prandese se më ran vërtet nëse e dëgjova me vëmendje në fakt, nuk e dëgjova live, po e dëgjova në YouTube. Ajsa mbrojtjet e Këshillit Ministrave dhe Presidencës më dukën unë kam punoj 25 vjet në sallë gjyqi dhe më dukën mbrojtje shumë me far shumë llefi, arrogancë, me një far presioni që i bëjnë ata gjyqtarë. Unë po të isha gjyqtar do ta kisha nxjerr jashtë, me thënë drejtën. Në mënyrë se si imponohej gjyqtarëve, si u vërtiste gjyqtarëve në sallë. Këta avokatët administrative kanë zakon. Jo, po jo mënyra nuk më duke shpesh edhe etike dhe një megjithatë. Jo edhe shëtuese çfarë vendosi sot. Me këtë arsyetim të shkurtuar që do të. Jo edhe shëtuese së pari sot vendosi faqe. Çështjet e shkarkimit të organit të pushtetit vendor, të Kryetarit të Bashkisë dhe të Këshillit të Bashkive janë çështje natyrisht kushtetuese. Pra do shqyrtohen, pra këto organe kanë drejt të ankimit pavarësisht si janë shkarkuar, pra mbas nenit 115 gjeshtë të kushtetues, përfshi 3 përveç të kriminalizimit, të gjitha tjerat i kemi ne. Të gjitha tjerat do shtojnë gjykatë. Pra ne gjykata shqyrtuese është organi kompetent do shtojë në themel çështjen. Pra do shqyrtojë si gjykatë fakti. Pra do shqyrtojë dhe gjykata shqyrtuese do shqyrtojë edhe procedurën, pra respektimin e procedurës të shkarkimit, të parashtruar nga ligji dhe nga kushtetuta, por edhe nga parimet bazë të procesit rregull gjyqësor, se procesi administrativ disiplinor është proces hyn në kuadrin e zbatimit në 6 konvenës dhe 40 të kushtetues për një proces rregull gjyqësor, por edhe nga përmbajtja, pra nga materia do shqyrtoj nëse shkaku ligjor i paraqitur nga Këshilli i Ministrave dhe faktet përputen me ato që parashikon kushtetuta dhe ligji për shkarkimin e zotit Veliej, dhe këto shqyrtoi gjykata kushtetuese në themel. Dhe në themel dhe gjykata kushtetuese konstatoi që ka shkelje dhe në procedurë dhe në përmbajtje dhe në materie, pra dhe në shkakun e shkarkimit. Në procedurë është ajo që kemi thënë.
Sepse nuk u respektua drejta e mbrojtjes, e drejta për të dëgjuar dhe për të paraqitur për të dëgjuar në proces. Pra, zoti Velia në vlerësimin tim duhet të thirrur. Madje unë gjykoj që duhet ishte thirrur nga Këshilli i Ministrave, sepse organi disiplinor në këtë rast nuk është Këshilli i Bashkisë. Organi disiplinor është Këshilli i Ministrave. Pra Këshilli i Ministrave është organi që inicion procesin disiplinor fali dhe del me akt administrativ disiplinor. Dhe duhet ishte seancë e hapur. Dispozitivi nuk e ka këtë. Jo, ky është mendimi im. Ai thot nuk u paraqit, e le të hap, por thotë që nuk thot nuk u paraqit, qoftë në Këshillin e Bashkisë ose në Këshillin e Ministrave. Ky është e avancoi ju, ndoshta në argumentimin e vetim duhet ta thonë ku duhet paraqitet. Duhet të paraqit. Muçi, duhet ishte seancë e hapur kjo? Pa diskutim e hapur. Atëherë imagjinon dot Veliajn jo në Këshill Bashkiak. Në Këshill Bashkiak s'do kishin guxim ta shihnin në sy se u tha gjithë ata njerë se kishte plotje, po në Këshill të Ministrave? Po sa ishte organ disiplinor. Po ai një seancë në gjykatë kushtetuese dhe ktheu në një tribunë publike për të shpalosur. Dhe i takon ta kthejnë. Normalisht, shko, gjykimi kushtetues, gjykimi i rëndësishëm në një vend. Një mbledhje e ministrave është e zakonshme. Ky gjykimi kushtetues është dhe duhet të jetë vërtet gjykim i rëndësishëm në këtë vend. Ne duhet mësohemi gjykimi kushtetues duhet të jetë për të gjithë juristët, institucionet, qytetarë, do të jetë busull. Dhe ne do ta kemi këto lloj gjykime, do të shikojmë për herë. Se duhet të dimë ne, jo vetëm ne juristët. Më kujton atë filmin e Miloš Formanit për Leri Flintin, çështja e gjykatë kushtetuese që përfundoi që ishte fiks, shërbim nga paderës gjithë. Ke parasysh me Woody Harrelson që luan rolin e Leri Flintit? Pra dhe në materie, çfarë thotë gjykata kushtetuese? Pra, shkelja e përshëndetësisë nuk është dëgjuar, pra shkelja e 22 kushtetuese në 6, dhe në materie thotë shkaku që ka paraqitur Këshilli i Ministrave për shkarkim që është mungesa në mënyrë të për shumë se 3 muaj në punë, nuk argumentohet si shkelje rënde e ligjit të kushtetues. Po e para me të dytë nuk ligjit. Gjykata kushtetuese në fakt, ai sa lexojmë se argumentimi, vendimi argumentuar, i arsyetuar plotësisht do na qartësojmë shumë këtë moment. Gjykata kushtetuese le të hapur mundësinë që edhe mos paritja në punë për 3 muaj, pa shkaqe të arsyeshme, ose me shkaqe të arsyeshme, çon si që nuk ka rëndësie, për shkelje të rënde e ligjit. Pra, në fundit është detyra e Këshillit të Ministrave që të treja shkaqet që ka në 62, shkelja e ligjit, dënimi dhe mosparitja në punë, duhet të jenë nën suazën e 115 kushtetues. Pra, është detyra e organit disiplinor që Këshilli i Ministrave të argumentojë që secilin ato shkaqet përbën shkelje të rënde të kushtetues të ligjit që ta shkarkojë. Zonja atëre, për ta thënë thjesht për teleshikuesit, ka një mënyrë. Në 162 disa ose me sa kuptoj unë, zoti Muçi e lexon në mënyrë kumulative, unë e lexoj në mënyrë alternative. Pra kryetari i bashkisë shkarkohet në rastet kur 1A kryen shkelje të rënda, nuk ka lidhje me C. Pra nuk e kam lexuar vendimin e gjykatës kushtetuese, por ky është diskutimi dhe propozohet për shkarkim. Pra propozohet nga Këshilli Bashkiak, ka është një alternativë. Mos të bësh, por një sekond. Në një sepse ky shkak për mosparitjen në punë nuk parashikon në 115 kushtetues. Po do kishte përfis mos të bëjmë një minutë, mos të bëjmë seancën nga e para. Si duhet të bëjmë një koment asaj që ka dhënë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka thënë që 62-shi me A-n, me B-n, me C-n, A-ja në fakt është direkt pika 115. Po dhe B-ja dhe C-ja, zonja thotë, këto duhet ishin shpallur ose do ishte kërkuar të shpalleshin antikushtetuese. Nuk e kanë kërkuar, por gjykata ka vendosur që dhe këto të lexohen poshtë 115-s. Gjykata kushtetuese ka bërë një filtrim, pra gjykata kushtetuese ka tentuar me aq sa unë shoh, të bëjë një filtrim të 62.3, se dysh është i qartë. Dënimi vendim formës së prerë, e kam lexuar dhe thjesht e lexova. Ka tentuar të bëjë një filtrim, por nuk e ka për shkak edhe subjektëve të rrequr nuk e ka si kërkim. Gjykata kushtetuese është detyruar të shprehej, pra kërkim pra ndëshkëtueshmërinë e 62.3-shit. Dhe gjykata kushtetuese do të analizonte, por nuk mund të shprehet ose nuk do shprehet, në siguri se nuk është shprehur. Por në filtrin që ka bërë, nga sa kuptojmë nga vendimi i shkurtuar i arsyetuar, del qartë që të treja pikat thjesht janë zbatimi ose zbërtimi në ligj i 115 kushtetutës. Jam një paragraf po thonë ju. Kjo nuk e pengon legislativin, pra ligjvënësit, që ato pikat e 962 që kanë mbetur një nga koha që përpara se të bëhesh se kushtetuta 98-s, ti risho dhe ti sjell konform normës kushtetuese. Jo, ligji është 2015-s. Mua 2015-s mos gaboj, po kjo 62-shit të paktën ky
Jordan Daci e ka thënë publikisht të gjë që nuk është kryer njeriu të shohë atë konformitetin e këtyre në raport me kushtetutën. Unë kam një listë tjetër, po ndoshta bëj pak më vonë. Ka edhe për 62-sh. Parlamenti ka detyrë të ndryshojë. Tani okay. Ali Bali Për të parën herë në jetën time që kur njihem me Brikinën jam kundër komplet